Ndonjëherë më vinë në mend disa pyetje idiote si: a e zë peshkun deti? Çfarë ngjyre ka pasqyra? Ose a mundet një grup vajza shqiptare të ndërtojnë një makinë? Tani që po mendoj. Një grup vajza shqiptare ndërton një makinë. Si mund të ishte ajo? Që do ishte e vogël, kjo është e sigurt. Do ishte roz, shumë roz, dhe me shumë vende për make-upet. Mbase do ishte kabrio dhe patjetër që do ishte super luks, sepse ne vdesim për çik luks. Ose jo. Kjo nuk është as pak ajo që imagjinon kur thuhet ndërtuar nga femra. Por, mos harrojmë faktin që femrat shqiptare nuk janë njësoj. Më lejoni t'ju kujtoj një femër që quhej Qerime Radisheva. Qerimja ishte një burrnesh e cila luftoi serbët në luftën e Kosovës. Për fat, vajzat që ideuan dhe projektuan këtë makinë nuk u frymëzuan nga ndonjë influencer apo modele, por u frymëzuan nga Qerime Radisheva, e cila njohur ndryshe ishte Shote Galica. Zonja dhe zotrinj, ju prezantoj me Shoka. Në fakt, kjo makinë është e vogël, krahasuar me një Panzer 8 Maus, i cili është tanku më i madh në botë. Vend për make-upet ka sa të duar sepse është e dizenjuar të mbajë deri në 10 persona dhe t'i mbrojë ata nga çdo sulm, përfshitu dhe minat. Përveç të tjerave, kjo makinë është e prodhuar në Shqipëri nga një kompani e cila ka mbi 70% të punonjësve femra. Është e ideuar nga femra, e projektuar nga femra, e ndërtuar nga meshkujt. Kjo makinë quhet MRAP, që në Shqipë përkthehet rezistente ndaj kurtheve dhe minave. Pak vite më parë, në Afrikën e Jugut u prodhua një gjë e ngjashme me këtë, që quhej Marauder, dhe kushtonte rreth gjysmë milioni euro. Marauderi, versioni më i fuqishëm i saj, kishte një motor me 300 kuaj fuqi dhe 1100 Nm/m. Shota, nga krau tjetër, është e bazuar te një Ford F550, që është ikonë amerikane e forcisë. Makina e parë e prodhuar, kjo, ka një motor 6.2 litra benzina që prodhon 385 kuaj fuqi, por prodhimet e tjera do kenë një motor 6.7 litra nafte V8 turbo, të cilat do prodhojnë 440 kuaj fuqi dhe 1254 Nm/m. Përveç se do jetë më e fuqishme, peshon rreth 7 tonë më pak se Marauderi dhe kushton shumë më pak. Duke parë edhe në letër, mendojnë që kjo nuk është një makinë, por një tank ose një makineri e pamërshirshme lufte. Në fakt, kjo është thjesht një makinë, e cila është e përgatitur deri në detaj për luftë, dhe si e diell mund dali normalisht në qytet. Sot jam pushim, kështu që kam vendosur të blej disa pjesë për makinën edhe të pi një kafe me çunat e Ilirusit. Kështu që ndalesa e parë është në laprak të dyqanit pjesëve. Jam kurioz, a do gjetot parkim në Tiranë, sepse kjo është 6.2 metra i gjatë, që do thotë është më i gjatë se një Cadillac Escalade që 90% e rasteve nuk parkohet dot në Tiranë. Por problemi kryesor nuk është gjatësia, por është gjerësia, sepse është 2.5 metra i gjerë. Imagjino të futesh në rrugësat e Tiranës me këtë. E vetmja mënyrë që dalësh nga një rrugësë e Tiranës është lësh dikë pa shtëpi. Kto që parkojnë dysh ose futen keq, me këtë jemi përpara. Kam një kështu mendime të këqija, po
Problemi në qytet me këtë është vizibiliteti, se nuk ka një pasqyrë qendrore duke qenë se ka derën mbrapa që bëhet dhe shkallë kur hapet. Dhe problemi tjetër është që makinat që futen shpeshherë nuk i shef dhe ka rrezik t'i marrësh përpara. Por në fakt Tirana nuk është vendi preferuar për shotën, sepse shota është specializuar për terrene pak më të qeta se Tirana. Lufta nuk një terren, prandaj ne duhet të shkojmë diku ku jo çdo makinë mund të shkojë. Kjo është Shqipëria e egër. Dhe në fakt kur vjen këtej e kupton që kjo nuk është tamam Shqipëria e egër. Kjo është ajo e bukura, larg pluhurit, betonit dhe padrejtisë. Te çdo gjë është e bukur, çdo gjë. Dhe kur them e bukur, Timak, kompania që e ka ndërtuar këtë makinë, thotë që duhet të kem shumë kujdes me makinën sepse është prototip. Do thotë që është e vetmja që është e prodhuar deri tani. Por nuk mund të rritet të pa e provuar këtë në terrenin e vet. Kjo është 8 tonë, që do thotë është pesh kamioni, por nuk ndihet si e tillë. Nuk e ndiej pothuajse fare rrugën dhe më duket vetë sikur jam në asfalt. Tani po kuptoj pse vajzat e quajtën shota. Shota nuk i trembet asnjëriu, asnjë armë dhe asnjë terreni. 8 tonë çelik të thyen çdo terren. Ky projekt është shkak i dëshirës për të marrë pjesë në një panajër europian të mbrojtjes. U deshëm vetëm 2 muaj që kjo makinë të projektohej dhe ndërtohej, por ajo që më pëlqen jashtë masë është koncepti. Ato mund të ndërtonin shumë gjëra mbas edhe më fitimprurse se kjo, por ato zgjodhen të trashëgonin emrin një heroine legjendare. Dhe ma besoni, nuk është vetëm emri ajo që kanë trashëguar. Në 2 minutat e ardhshme, ne do të shohim kush janë makinat overrated që ne mendojmë që janë overrated. Në Shqipëri përkthehet makinat të mbi vlerësuara në çmim, në performancë apo çfarëdo lloj gjë qoftë ato. Ta makina e parë? Ja po flas unë është makina G-klasi. G-klasi. Pse? Po është një makinë që ka një çmim shumë të lartë për komoditetin që ofron. Pra, sedilet e mbrapa për shembull, po të rish te sedilet e mbrapa je kështu 90 gradë. Është një makinë off-roadi që nuk del kur për off-road. Edhe cilësinë brenda nuk është se ka me thënë drejtë dhe lux symbol. Nuk e ka i çfarë 250.000 euro makinë. 200.000 euro. Unë do thoj X6, sepse e para ti po blen X5 që e paguar më shtrenjtë se X5-a, por më pak se X5-a sepse ke më pak hapësirë më mbrapa, është më pak komode për off-road. Nuk është SUV, tamam pa çka se tregtohet si SUV, është SUV coupe, po nuk është se t'jep ne gjë. Kuptoj. Për mua, për mendimin tim edhe Bugattit janë gjitha overrated. Unë jam dakord, por në krahasim me rivalët e vet, Bugatti është makinë shumë e shtrenjtë. Po pse, se Bugatti vlen është e fokusuar te top speedi, nuk ka një performancë lartë në kthesa, pra nuk ka një handling që mund të shkëpitesh. Unë do thoja që për çmimin që ka po flasë. Unë do thoja që ajo ti nuk paguan 5 milion euro për performancë, ti paguan 5 milion euro për atë makinë që për mua janë të mira, janë të bukura, janë vepër arti, sepse supozohet që një person me kollare, me kostum të hipë ose makinë dhe shkon kazino në Monaco, pra nuk është për pistë. Ajo makinë është hapshme, i për makinë.
paguaj qimet e kokës për shërbimin pasaj. Po normal se ke ble 5 milion euro makinë. Po, do të thënë një feneri asaj që mund të bëj për Volkswagenin X lek, për atë bën 500 fishin. Ajo është se gjithë industria automobilizmi. Nëse unë do thoja Supra e fundit, Mark 5-a, që në fakt nuk është tamam Supra, por është BMW. E kanë bërë më tepër për çështje marketingu, sepse Supra e fundit 4 pati shumë sukses edhe prej kësaj u nisën që bën dhe 5-ën dhe u tregtua si e tillë, po në fakt ti nuk blen Supra, do blen BMW. Po. Kështu që për mua është overrated. Edhe unë mendimin tënd jam, po them që edhe poshtën që 11-a, jo GT3 ose këto versionet e tjera, thjesht që 11-a, po më duket çik overrated. Unë nuk jam shumë dakord. Ka lojë pak të dizajni, ka ngel vend me edhe dizajnin e vet. Po se bën ikonik, po e di. Nuk e di, mendoj që është një makinë overrated. Unë nuk është se jam shumë dakord për GT3 RS është super overrated, po si për performancën e ka, e dim shumë që e ka performancën, po për çmimin, po si me performancën, një pikant. nuk më pëlqen dhe shumë hype për daily pak e vërtetë për tu marr. Po, unë do thosha makinën më të preferuar shqiptarëve që është Urus. Lambo Urus. Për mua është makina më overrated. Me body kit. Fiks, është RS-qytet me body kit, brenda nuk ka në farë cilësie, mos them që RS-qyteta ka më shumë cilësi se brenda është plastike që duhet, po. Po, edhe tipo me RS-qyteta 2 fish në çmim, edhe shumë pak më e shpejtë se RS-qyteta. Po se është Lambo. Po, në fund fare nuk është tamam Lambo, është Audi, thjesht Audi me body kit. Po Audi RS6-a? Ja, mos ja fut kotëç. Nuk është RS6 overrated. Po është një makinë performance që është mbi 2 tonë, që nuk ka një performancë shumë të lartë. Po sem për mbi 2 tonë, po e di, po duhet si një makinë shumë familjare për një kargaj që është me familje dhe kaq. Është. Unë jam dakord. RS6 për mua është on top për segmentin e vet. Edhe mendoj që është një nga makinat më të mira që Audi ka bërë kohët e fundit dhe besoj se nuk do ta vazhdoj këtë lloj. Unë do vazhdoj të formule unpopular opinions. Nuk jam dakord me ty, nesër do shkoj për BMW i8. Për mua është një nga makinat më overrated për segmenti që është, sepse shitet si super makinë ose makinë sportive, por nuk është. Ka motor 1.3 hibrid me 3 pistona, performancë nuk ka, zhurmë nuk ka, ndjesi nuk ka, në farë bukurie me thënë drejtën, për mua nuk ka. Unë te BMW nuk jam fare, kështu që po të them edhe unë një makinë është BMW M3 E30. Overrated makinë E30? Track Focus, po që është shumë e ngatët për mendimin tim. Edhe është i bërë price tani, është bërë dhe shumë e shtrenjtë për ta mirëmbajtur, edhe më duket që e ka luajtur. Unë jam dakord. Për mua, unë jam tip BMW, po mendoj që E30 është një nga makinat më të mira që BMW ka bërë dhe ajo ka qenë periudha më e mirë e BMW-s në atë kohë, edhe nuk besoj se do kthehet më ajo periudhë. Shumë nuk jam dakord për E30, shumë opinione. Por, kurse unë do thosha për Teslën në përgjithësi. Të gjithë modelet e Teslës janë Tesla overrated sepse dizajn nuk kanë. Po, dizajn nuk kanë. Çfarë them unë, performancën okay, po makinë elektrike është mikrovalë funditës, është mikrovalë me rrota. Okay, ka këto kursimet e këto gjërat, po prapë bërë Tesla, ti po blen një gjë që supozohet të jetë premium, të jetë një gjë e bukur, të jetë një gjë çfarë them unë, po nuk është fare, është overrated, si skandaloze. S'merr një farë, pastaj Cybertruck-u. Dhe kjo ishte çati për këtë episod. Do shihemi në episodin e radhës me një temë tjetër të ngjashme, ndërkohë do shohim edhe të ftuarin që vjen tash. E ndjekim. Ky test drive është pak ndryshe, sepse sot nuk do kemi një personazh publik, por një koleg. Ai është një youtuber i apasionuar pas makinave që për mendimin tim bën review shumë të sakta. Sot biseda nuk do jetë si herët e tjera, por do jetë një bisedë makinash midis dy të apasionuarve. Afrim, mirë se erdhe. Mirë se gjeva, Edhe shirit për ftesën. po, është kënaqësi që edhe ne të kemi ty, domethënë është një emision për makina, por ndryshe nga herët e tjera, siç e thash pak më parë, ne do kemi një bisedë midis një personi që pyet dhe një personi që përgjigjet, sepse kësaj herë do flasim të dy për makinat, sepse është një bisedë midis të apasionuarve. Ku po shkon automobilizmi për makinat, sepse mbase jam vetëm unë që mendoj që po merr një rrugë gabuar, po duke diskutuar me ty mbase e konsolidoj pak si mendim.
Po edhe për mendimin tim që është i njëjtë metall din është rruga më e gabuar që ka pas ndonjëherë. Thjesht llogarit faktin, thjesht po patjetër si e vetmi, besoj edhe shumë tjerë nga ndjekësit që janë të apasionuar për makinat dhe ndajnë këtë shqetësim me ne. Llogarit tash sfundmi edhe Ferrari po bë makinë elektrike, domethënë Kjo është kulmi. kjo është kulmi, kur ka arritur edhe kjo, Ferrari në vlen për shpirtin që ka, për motorin, ajo është promocion. Për bateri dilloj ka dhe Bydi, edhe Xiaomi, edhe Tesla, bateri janë ato edhe Ferrari çfarë ndajnë nga tjerë. E ke mban më ato kodatet e vjetra, ato aparatet e vjetra që kanë qenë një përdorim që kur mbarohet filmi e hidhje. Fiks. Kështu po shkojnë dhe makinat e sotshme. Edhe këto elektriket, jo po shkojnë, po ato ashuran se kur të mbarojë bateria, kur të mbarojë filmi këty në këtë rast në thonjza, edhe ato për të hedhë janë se kostoja nuk e justifiko për ta rregulluar më. Bateria shumë e shtrenjtë, kështu që për tu hedhësh. Nuk do ketë future classics nga këto elektriket, jam i sigurt për këtë pjesë se nga që kanë shumë teknologji, ajo bëhet outdated, nuk është se kurse mekanika si motori, funksionet punimi që ka zhurma, çfarë është fut aty mrena, nuk i ko, edhe të vjetrat i ke sot edhe i shijojnë njerëz, i shohin nëpër muze elektrike, çfarë do i shohësh, elektromotorin, bateritë. Është një teknologji kanë 100 vjet, një datë bateri, ato me bateri pult janë dhe këto. Po. Kur ti shkofësh modulet bashkume janë. Thjesht është mafia e madhe, po. Po kush mund të jetë future classics nga këto të sotshmet? Nga këto të sotshmet. C63-shi, 200 kallçi. Jo, e kanë fjalën Nga këto elektrike po du. Jo, gjenerata e parë, po, që flasim mbi 2020. Lexus LC 500. Po, Lexus Ajo është shumë. Ajo besoj drejt. Po është pak e rëndë. Po është vërtet akoma aspirado. Po, edhe mban dizajnin, sidomos interiorin më duket që timeless. Por mua dizajni Lexusit interior është një nga dizajnet më të mira. Shumë i mirë. Shumë dizajn i pastër, shumë dizajn i bukur edhe është ergonomik, që do të thotë ke ekranet aty ku duhet, nuk e ke ekranet për shembull edhe te kjo elektrike, ekrani është si të gjitha çfarë po dalin sot, jo vetëm elektriket, po i vënë ekranin si televizor shtesë. Sikur po vë televizorin fix. Sikur është pjesë shtume, jo e integruar se duhet. Kur e kanë planuar mbrapa, mas i kanë bërë pjesën tjetër. Edhe i problem që unë po has te makinat e reja, që është problemi më i madh, që e kanë komplikuar shumë duke bërë gjasa, duke e shitur sikur është gjëja shumë më praktike, po ndërkohë shumë më e komplikuar sepse çfarë bëjnë? Të gjithë funksionet i kanë futur tek pjesa e ekranit. Ekranit e ke me menu, duhet më fut sub menu tjera me gjetë me ndërkohë që më përpara ka qenë për shembull për tavan e xhamit ka qenë vetëm një buton, që ti shtypshe hapse tavan e xhamit dhe iku. Tash e shpjegojnë që tani ti e hap sa dush, fikse edhe atë pikën ku dush, pa ajo me kërmat, hapo mbyll atë. Kush janë makinat, super makinat më të mira të bëra ndonjëherë? Që janë bona herë. Super makina. Hyper makina, ka shumë. Unë në listë parën kom McLaren F100 që e kom të parën fare, po e le atë. Që më pëlqet tjetër është Maserati MC12. Po, ajo është Enzo. Më mirë se Enzo. Është më mirë. Enzo steroide. Është më mirë se Enzo. Edhe s'kandash pa e bo dhe ka dalë më mirë. Është më shpejt se Enzo, më i limituar se Enzo. Pastaj kena pafund karriera GT-ja me V10-ën. Edhe unë këtë LFA-ja, janë nivele. Unë për mund mendoj që LFA-ja është përveç F40-s. F40-ën apo F40-ën apo F50-ën? Unë jam për F40-ën. Për F40-ën ti u thash me F50-ën me grupin tim se bëjmë me shokët këtë muhabet, po ato noshe që janë i bres pak më i modh, kanë qenë F40, nuk kam qenë F50-ën më. Shiko, F50-a është më e bukur në zhurmë, po me sa kam parë Formula 1 ose më gare. Me sa kam parë nga gjitha ka shumë probleme, sidomos ke firewalling nga mbrapa, do të thënë muri midis motorit edhe shoferit dhe pasagjerit, nga aq i hollë sa ti ndjen dritje. Mua m'pëlqejnë dritjet e makinës sepse më japin atë ndjesinë, e kupton? Po F50 është proper, është tamam me carbon tab. Po është F40 është. Nuk është, po. Është sa panele karboni, po nuk është carbon tab. Edhe LFA-ja patjetër që për mua është, më thënë, jo LFA-ja, se unë trova, La Ferrari. La Ferrari është për mua sot e kohëve moderne super makina më e mirë e bërë ndonjëherë. Për mua. Është. Sepse edhe pse është hibride, prapë është. Jo, po nuk është hibride siç është kjo, domethënë është hibride si F1-shi që ka pas Kersin ose RS-n, siç doli më brava. Po La Ferrari është motori shtrirë, siç e jemi në shqiptarët, në 4 rrota. Do bëjmë një listë
me 3 makina që do t'i kishe në garazh. Por, te kjo listë do specifikojmë edhe spekun e makinës. Po. Për shembull, e nisim me ty të parën. Këtë zgjath, supermakinën të zgjath. Ta nisim me një supermakinë, një Daily edhe një... E nisim me Daily më mirë, ta nisim me Daily. But, tash kjo që do zgjath unë, nuk është praktike, po për Daily është ndërmo luksoze. Bentley Azur. Ja të rrugë, ajo është, ku dëgjoj, më duket ndër makinat më të veçanta që mund të kesh për edhe më mira për Daily, fiks mund të jesi oligark, ka kupton ma dhe. Se o Azurin do Phantom Drophead do zgjidhsha, po Azurin po zgjedh, më duket pak më riçi më poshtë. Më shkoj që 6.75 motorin, 500 kua i Newton metra, e dosha e ngjyrë kështu, kanë ngjyrë kremi këto si pana, se që kanë një... Si tip në jashtë. Po, edhe mrena, çfarë do lloj ishte kap. Po e hap. Tulle, ose e hap. Edhe pastaj ata kanë gjithë pjesë druni e gjona i kanë gjitha vetë ata. Po ajo e shijon shpejtësi të ulta atë. Ajo është për Daily, tamam për Daily. 2 tonë 600 kg sa është, po as se një rrugën as si gjo, edhe kabre bë kur dush që ikte shijo. Se supozot kur e ke një vilën e poshtë, do shumë që del me kabre, del knajpës sot. Te dhe zgjidhsha Daily, ku do merresh? Unë do merresha, do duket kështu si çiksi çfarë thot ky, po. Ja, dhe mund të duket që ky thot mirë në makina atleta, Jo, nuk tre opsione, nuk do raf shumë lart. Unë do shkoja për RS7-ën, edhe ta them edhe pse. Sepse për mendimin tim është makina e fundit që është tek makinat e vjetra në kuptimin e parimit. Pra nuk është gjeneratën e parë të dytën. Të dytën, të teren, po pse nuk është hibride, është e shpejt, është komode. E vetëm gjë që më pëlqej ajo është kondicioneri që është klima që është digjitale. Po, që është me touch, e vetëm gjë, për pjesën tjetër ekrani e ka të integruar. Është një ngjyrë si Nardo Grey, po pak më e errët, se Nardo Grey nuk është Nardo Grey tamam. Ose blu e errët. Okej. Me tapiceri është ajo kafja si bezh brenda. Po, bukur. To, të shihet e projemi çik. Supermakina. Mos më fënjishin. Ja. Fënjishin nuk e ma në zë, nuk e ma në garazh. Po, McLaren Maserati MC12. MC12. Ajo është na majt në salon, na e fut komplet në shtëpi. Është me sa medal me ato në Tiranë. O MC12-ën Pagani Zonda për Roadster do zgjidhsha, po MC12-ën do zgjedh se më pëlqej. Më ka ngel fiksim te konga 50 Centit Window Shopper ka qenë atëherë që e ka dilën Monaco me. Po. Ajo atë spek ka ajo. Luan me mirë, ka qenë bo 1-2 zez apo një ka lyej ai Sultani Brunei zez e një tjetër për Schumacher na për dikë. Po janë një spek kanë ato po. Një spek. Ajo më pëlqej shumë. Edhe hap kur dush shef motorin aty 12-ën. Vetëm ai pa është pse di. Supermakina që mendoj që për mua do jetë më thënë, pa e tepru, Jo, tepru, e kena me tepru me tepru me pra, që? Pa tepru me dhe kësha zgjedh unë najt tjetër. Dhe Ferrari Aperta. Okej. Aperta. E të kuqe, normal, Rosso Corsa. Brenda Alcantara me stitching kuq. Pastaj makina e tretë, që nuk ka rëndësi është supermakina, që është një makinë të tretë në garazh. Porsche 997 GT3 RS 4.0 bardh. Ajo është e treta. Duhet i manuale, edhe duhet i Porsche të garazhi. Edhe ajo është për dal në për këto rrugë si që jena ne, për ta shiu, për të qenë i lidh me makinën, s'ku dëgjon, ajo është ta e kom ondër. Po. Ford 155 GTS, manuale, Rosso Corsa prap, brenda mund tjetë çdo lloj gjë, nuk ka problem ngjyra brenda. Me disje HRE Forged, që janë ato 5 cepa, me coilovera, më dhënë pak e ullur, me sistem frenimit përmirësum edhe maksimumi marmit. Pse s'e kishe morë F430 manual? Mu pëlqej më shumë 355 se më duket i çik më pak më kështu si se 360 mu s'pëlqej fare. Është ajo forma, mu pëlqej fare forma asaj. Mu pëlqej ajo Stradale, Challenge Stradale, po. Dalim te pjesa e sfidës. Siç e ke parë dhe ke episodet tjera kam shtypën, kemi një sfidë që do bëjmë, domethënë, je kundrejt kohës,
te kjo rrugë që do jemi tani dhe jemi të sigurt, ti vetë i jepi, Po, dhe jap fort. dhe japësh fort, por gjithmonë me mend kokë sepse mbi të gjitha është qefi, pastaj Megjithatë shefi, pastaj siguria. pastaj siguria. Kështu që Edhe siguria pastaj shefi. kjo është ideja. Unë të uroj suksese. Faleminderit. Pesa e dallo peshën, po torkun e ka, ndalje mund t'i japësh gaz më shumë. Ecim të elektrike, llogarit me qenë më fuqishme. Ma body roll. Për ta të ecën, duhet fakt në më e lehtë për ta pas tamam. Ta shiu. Shava këna buna e kot mirë. Turp me magalu tjerë. Këtë pun bëj. A e thema rekordin e pistës. Akoma se kemi marrë vesh, do ta marrë vesh në episodin e fundit. Ti si do duk? Shumë mirë, po tashi qefi do ishte të ishte në pak më sportive, po këto kanë tork të paktën, edhe jep gazin Ne krejt. kemi zgjedhur të jetë safe, se ti mund të japësh makinë sportive për gjithë personazhet tonë. Fix, e vërtet. Si mendon që ke dalë? Po shpresoj ta kem thyr atë po s'pa ta thyr rekord edhe te kjo punë do të më morë në gjë tjetër pastaj, kështu që Jo, shiko, nuk është e thënë që ta thyesh për herë me herën e parë. po si ishin gomat shumë të mira, duhen semi slicks. Qose nuk e kam thyr do nxjerr në justifikim. Po, justifikimi jote që nuk ishin gomat e Bëhet temperatura, sigur. Ishte pak më ngrohtë, po nuk janë në temperaturën e dur goma. justifikimet i ke, po kam përshtimin që do kesh bërë shumë të mirë. Ta shohim tash. Shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë, edhe të urojmë se Ju për ftesën, ju uroj suksese edhe ju edhe sa më lart inshallah, edhe vazhdoni këtë rrugë. gjithashtu isha kënaqësi. Çfarë lloj komenti që keni, mos hezitoni ta lini poshtë, bëni subscribe që pa lekë keni. Edhe na ndiqni në rrjetet sociale patjetër, si neve, si dhe afrimin, dhe shihemi në episodin e radhës.